Policia rrugore e Fierit gjatë muajit janar ka vënë pranga 29 drejtues mjetesh, nga këta 21 për drejtim mjeti në gjendje të dehur dhe 8 për drejtim mjeti pa leje drejtimi. Gjithashtu janë pezulluar 61 leje drejtimi. Policia rrugore ka shtuar kontrollet si qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore me pasoja për jetën e përdoruesve të rrugës, rritjen e parametrave të sigurisë rrugore dhe lehtësimin e qarkullimit gjatë fashave të orareve me fluks të shtuar në qytet. Shërbimet e policisë monitorojnë pandërprer akset rrugore me pajisje të logjistikës bashkëkohore me qëllim evidentimin e shkeljeve që janë burim aksidenti. Si rezultat, gjatë muajit janar janë ndëshkuar administrativisht në total 8243 drejtues mjetesh, të ndarë konkretisht 5334 drejtues mjetesh për qarkullim me shpejtësi tej normave të lejuara, 512 drejtues mjetesh për mosvendosje të rribit të sigurimit, 796 drejtues mjetesh për parakalime të gabuara, 114 drejtues për mos vendosje të kaskës mbrojtëse, 70 drejtues mjetesh për mos dhënje përparësie të këmbësorve dhe 294 drejtues për përdorim të celularit gjatë drejtimit të automjetit. Policia rrugore Fier apelon për të gjithë përdoruesit e rrugës që të zbatojnë me rigorozitet rregullat e qarkullimit rrugor, si dhe të kallëzojnë në numrin pa pagesë 112 çdo rast të shkeljes së tyre.